Këshilli i Qarkut Shkodër ka akorduar certifikata mirënjohje për disa gazetarë sportiv me kontribut të vyer në shërbim të sportit dhe ekipit vllaznia, si Ramadan Bigza pas Dhegjes, Ymer Streniqi pas Dhegjes, Mejdan Zhivani pas Dhegjes, Namik Mehmeti dhe Gasper Marku. Në fjalën e tij, kreu i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmondo tha se gazetaria sportive në Shkodër ka qenë zë i gjallë që ka ruajtur kujtesën historike. Gazetaria sportive në Shkodër nuk ka qenë kurrë thjesht pasqyrim i rezultateve. Ajo ka qenë një zë i gjallë që ka ruajtur kujtesën historike, një udhërrëfyes për brezat e rinj dhe një ur komunikimi mes sportistëve, tifozëve dhe popullit të gjerë. Të gjithë këta gazetarë, Streniqi, Bigza, Zhivani, Mehmeti dhe Marku, secili në kohën, mënyrën dhe stilin e vet, janë bërë pjesë e pandashme e historisë së sportit shkodran. Ata dëshmojnë se sporti nuk është vetëm lojë, por kulturë, identitet dhe krenari. Si presidenti i vllaznisë, ndjej krenari dhe mirënjohje për punën e tyre, sepse falë tyre, brezat e tërë tifozësh, sportdasish dhe qytetarësh e ka djegër dhe dashur më shumë skuadrën tonë dhe sportin shqiptar në përgjithësi. Familjarët të njerëve u shprehen falënderues për këto certifikata mirënjohje. Ju falenderoj në emër të familjes tonë për këtë vlerësim, për këtë certifikat mirënjohje për babën tonë mas vdekjes. Është një tjetër vlerësim që i jepet atij për punën 50 vjeçare, plot pasion dhe përkushtim si gazetar sportiv dhe komentator sportiv. Motrave Danit e të familjeve tyne, falenderoj Këshillin e Qarkut Shkodrës, kolegët e tyne, kolegët e Danit gazetar, për kënder që i bajnë. Besoj se pre atje ku është në ndihet shumë krenar, për arsye se Shkodrën e ka pas gjithmonë në zemër, është mundu në përmjet shkrimeve ti me paraqit vlerat sportive, kulturore të Shkodrës. Falenderoj klubin e sportit vllaznia, falenderoj kryesinë e Unionit Gazetarëve Sportiv me kryetar zotin Gasper Marku, falenderoj kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër, zotin Nou, gjithashtu falenderoj edhe të gjithë popullin e Shkodrës, që pas vite sa vllai jon ishte gjallë, i qëndruan afër deri në frymën e fundit. Ndërsa gazetarët Mehmeti dhe Marko kujtuan karrierën e tyre në gazetarinë sportive. Duke kujtu të gjithë karrierë sportive që ka kalu brezi Shkodran, këtu se atë janë protagonist për tilit unë kam shkru edhe kam derë atë mundësin tem me taririn tem për të pasqyruar kontributin e tyre në të gjitha sportet. Me fatë se jetojmë në këtë qytet ku ka lindur për herë të parë futbolli në Shqipëri për meshkujt, ka lindur për herë të parë futbolli i femrave, kanë lindur shumë sporte pikërisht në këtë qytet dhe kjo e bën edhe më të lehtë dhe e bën edhe më të lumtur punën tonë për të pasqyruar gjithë veprimtarinë sportive të Shkodrës dhe me gjërë. Ceremonia solemne e dorëzimit të certifikatave u shfrytëua në ambientin e stadiumit Loro Boriqi në Shkodër.